as edhe një intervenim që shkojmë ose rast, nuk shohim ftyrat buzëqeshura. Çdo herë shohim ftyra tu merru prej rasteve, tu trishtu, ose tu çajt ndjenja tjera të dhimbjes që i ekspozojnë ato raste. Është vështirë ose edhe intervenimi për intervenimit dallon te kontrollimi i emocioneve. Te disa raste nuk ka mundësi as me i kontrollu, por do të më shef pak a shumë prej pjesës publike ose familjare kur janë të ekspozuar raste të tilla. Çka është një gabim që qytetarët e bojnë në përditshmëri që ndoshta kishin mujt me evitu, mund me qenë gabim i thjeshtë? Po mendojmë për këshilla në raport me shkaktarët e zjarrit? Për shembull ka shumë. Do të kujdesemi te pajisjet elektrike kryesisht, ti largojmë nga rryma ose furnizimi me energji elektrike te prizat që ju themi ne, për shkak se nëse nuk janë aktive, ato mund me qenë potencial për ndezje, për shkak se edhe prodhuesi nuk e praktikon si të tillë, ose te pajisjet e vjetra elektrike që janë në funksion në përditshmëri, në anëvisëri apo bizneset ndryshme për qëllime të ndryshme. Kujdes me ujin edhe elektricitetin për shkak se prapë është një potencial i dyfesht edhe më të zonë rryma, po edhe me shkaktu zjarr e ngjajshme të tilla. Tash për më kthy prapë te kushtet e punës, çka është një aspekt i cili kish mujt me u përmirësu prej organeve vendimmarrëse në brigadën e ju, për shembull, që sheni dashur të nevojë? Po në aspektin profesional, çfarë do që të bish, ju leton punën profesionale shërbimit zjarfikjes. Dhe asnjëherë nuk humbëm nëse investojmë edhe diçka më tepër se sa që ka nevojë qyteti si qytet, ose në bazë specifikave potenciale të rasteve të ndryshme edhe pajisjeve përkatëse për to. Çdo herë kur kemi pajisje mjaftueshëm, qytetarët janë më të sigurt. Ofrohet shërbim më i shpejt, siguri më e madhe për ekipet dhe krahasoj po të kemi pajisje më të mira, nuk rrezikojmë ekipet tona që i ngrisim me mend. Një zjarrfeks që potencialisht i bën 10 vjet përvojë pune, ai zhvillohet në aspektin profesional dhe nëse na e humbim një tillë në rastet edhe emocionalisht po edhe fizikisht na shkakton probleme për tarmën. Për shkak se edhe koha, po edhe përvoja e tij na janë shumë të vlefshme.